Kërkojmë pi bashkësisë fesë islame urgjentisht në kanë ardhur si ndarshëm. Dje në kanë prunë këtë letër, nesrit minjar javën gjivin të lirojmë tregun e grave. A unë ati jam të punu familje mbaj që 30 vjetë. Më pak kom bo pages 18.000 euro veç une. Kom pagujt 50 euro mujare, 4 ditë kom punu aty, edhe dhe. Unë e pajtojmë se është e bashkësisë fesë islame. Ama shteti si shtet që është, tep një ofertë, 2 muj, 3 muj, edhe të më gjeni një vend tjetër ku të shkoj të punuj. Unë mbaj familje. A jo, sot për sot ti nesër të dalesh. Nuk dim dhe një qytet dhe një vend botës ku s'ka pazar. Edhe me automatizëm shumica e personave në të pazar kanë investu pare në madhë. Kam letër ose të ishim i tesha, materiale, edhe sot t'i vish për javën tjetër do të mshelish, është absurde pa. Nëse në shumicën e objekteve që i kemi në shtëpijat, aty janë gjitha me dyqane. Ato punojnë sa do kudo pak. Edhe tash me një kohë vjen dikush edhe thot tash mbyllet kjo, çfarë do bëhet me strukturën e atij në shtëpi? Kush di paguaj? Kush e intereson do kujt? E treta, bashkësia islame o bashkësia e shoqërisë. Ne paguajmë taksa për ato. Nuk është të shenë objekta apo firme një individit. Dhe njëherët do të mirët parasysh edhe interesi shoqërisë. Ku është të shenë objekti ndërtum, apo parcela ku është. Dhe vetët interesi për shembull aty në qytetarëve që janë në atë rreth. Nuk mund dhe vetëm sot ne na kujtohet edhe e ndryshojmë çka të vend. Çfarë do thënë qerët për atë vend? Nëse nuk arrihet marrëveshje sot, si do ja bëni, do vazhdoni të protestoni apo si do mbroni drejtën tuaj? Po shpresojmë ne herë nëse nuk arrijmë deri në sen këto të shkojmë edhe të marrim, se problemi janë se nuk kemi informacione se çfarë ndodh. Ja erdh na vjen një letër blanko, me thonë se nuk ka diçka vul apo diçka është e shkruar për asaj kësaj, bashkësisë islame, edhe ne çka ndëgjojmë fjalët që janë punësum, disa janë në këtë mënyrë, disa janë në atë mënyrë, dhe me punësurit në bashkësinë islame, disa të thonë, disa të patkojt. Dhe me nuk kanë diçka të përbashkët në vetë bashkësinë. Dhe me janë të përçarë. Dhe kush vendosën këtë mënyrë, dhe kush vendosën në atë mënyrë. Por informacione më të mëdha janë edhe mundona një herë këtu para te bashkësia islame të marrim mbas asaj të shkojmë edhe në komunë të shohim se çfarë ndodh me realitet. Do shkojmë deri në komunë, se mos folim një të fjalë, do shkojmë se mos mirë na vesh me bashkësinë islame, do shkojmë deri në komunë te kryetari i komunës Bilal Kasami dhe kërkojmë zgjidhje për këtë çështje. Më një pikëqenie kërkojmë. Mirë, do kërkojmë piktime, se mos mirë na vesh, atëherë lirisht mund të shkojmë deri në komunë. Patjetër gjithë, çdo qytet ka 3 grash. I vetmi qytet Djesa Tetova. Ato shpejet shkojnë në rreth dyqanit rreth pazarit, ato për shkak të pazarit punojnë edhe dyqanet. Këtë faktikisht me një plumë vrasin 2 vete. Sot në bashkëbisedim me pronarët e tezkave, morëm vesh që për një afat kohor, derisa të bëjnë shitjen e mallit që kanë, do të thonë deri në fund të 8 muaj, ata të cilët kanë tezga funksionale, do të funksionojnë, do të shfrytëzojnë, ndërsa pjesën tjetër të tezgave të cilët janë jashtë funksionit, mendojmë t'i largojmë për aty që të lirohet vendi për ndonjë veprimtari tjetër, parking apo diçka tjetër, në varësisht prej nevojës që e kërkon vendi edhe koha.